Padyshim që ne prisnim më shumë edhe sipas me edhe meritonim më shumë me atë që dham në fushë në Poloni. Kompeticionin përgjithësi, domethënë ka qenë i mirë në total, domethënë kualifikueset në grup, padyshim që ka pas edhe ndeshje në të cilat nuk kanë qenë në pritshmëritë tona. Gjatë rrugtimit të kualifikueseve, ka pas një paraqitje shumë mirë kundër kundërshtarit direkt, le të themi, sepse ky ishte edhe objektivi jon për të qenë të dytët në grup, ndërsa kemi vuajtur me Lituaninë. Anglia, një kundërshtar që ne, jo vetëm ne, por shumë skuadra në Europë kanë vështirë që të kenë një performancë më të mirë, megjithatë për 70 minuta në Air Albania paraqitja ishte e mirë. Pra, nëse do t'i përmbledh kualifikueset për mua janë suksesshëm dhe nëse do ta shtyj edhe një çik më tej për ta lidhur edhe me trajnerin apo stafin e ekipit kombëtar, të dyja kualifikueset janë më të mirat e gjithë historisë së Shqipërisë. Kualifikueset për Europian vendi i parë në grup dhe kualifikueset për botror vendi i dytë në grup, gjë që s'ka ndodhur asnjëherë më parë. Padyshim që donim që dëshironim e kishim ëndër që të shkonim botror, mund të shkonim nga ajo ndeshje të paktën ta provonim edhe në Stockholm, fati në një lloj mënyre nuk na buzëqeshi.